Kampionati për senior është kyç, është kampionati kryesor që e mon Federata e Karates dhe po besoj që të gjithë sportistët senior që i kemi në për klube do t'jenë pjesëmarrës aty. Do t'jetë një pasqyrë e mirë për seleksionuesit që nga këta senior, nga ky kualitet që e kemi, ta bëjnë përzgjedhjen pastaj për kampionatin evropian i cili do të marrë në maj në Frankfurt, Gjermanisë, kampionati evropian për senior. Dhe për ata është e rëndësisë e veçantë për shkak se forma e sportistëve do të shihet cila është para kampionatit evropian. Jo, këtu s'ka përjashtim, këtu do të marrin pjesë gjithë, edhe Islami, edhe Betimi si medalist evropian nga viti kaluar, gjithë do të marrin pjesë dhe do të jetë një ngjarje me të vërtetë e madhe sportive për sportin e karates. Presim që realisht ky vit të jetë po aq i suksesshëm sa vitin që vjen. Ndoshta mi të i kalu nuk mujmë se kampionat seniorëve në botëror seniorëve nuk kemi në këtë vit, e kem çdo 2 vjet kampionatin e seniorëve. Mirë po, shpresojmë që këtë vit në Frankfurt në Gjermani të kualifikohem me ekipore, me njërë nga ekiporët, qoftë vajza, qoftë djem, dhe ne jemi shumë të kënaqur edhe shumë të gëzuar që jemi në kategorinë A, po besoj që do të rritet më shumë mbështetja financiare për shkak se këtë vit jemi të kategorizuar shumë më mirë, kemi pikë më shumë edhe po shpresoj që pikat ashtu siç kanë qenë vitin e kaluar, ne na ngjallin një shpresë të një rritje të buxhetit në këtë drejtim. Dhe po shpresoj spari që është shpërndarë disa informata që do të ketë ulje të masës ose ulje të nivelit të pagesës për pikë. Shpresoj kjo mos ndodhë, për shkak se ne jemi në prag të lojrave mesdhetare, jemi ekipet të i konsolidu, jemi ekipet të i përgadit, na jemi vonë me këtë proces realisht, dhe nëse ndikon ulja e pikëve është ulje e paras, dhe nëse na ulen parat, ne do të duhem detyrimisht që t'i zvoglojmë aktivitetet, t'i zvoglojmë ekipet, t'a zvoglojmë mbështetjen, dhe kjo do të ndikoj direkt në zhvillimin e ekipit edhe për lojrat mesdhetare që do t'jenë këtu. Po si mas informacionet pa konfirmume, po pritet që nga 3.000 euro që ka qenë pikat të zvoglohet, e shpresoj që të mos jetë ashtu, sidomos mos jetë për sportet që janë në kategorinë A. Për shkak se sportet që janë në kategorinë A, të gjitha janë sporte për ata janë në kategorinë A, që kanë zhvillu shumë aktivitete, që kanë shumë punë edhe që kanë arrit me i marrë edhe të meja që i ka post planifikume edhe me kërëseja. Bile, unë kësha bo thirrje nga ministri i ri që ta shtoj vlerën e pikës, mos ta lejnë në 3.000 euro, ta shtoj vlerën e pikës, për shkak se do të na ndihmon të shumë që na t'i përgatitshim ekipet ma mirë, ma shumë për përfaqësim të dinjitetshëm ndërkombëtar.